his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Hajde, shkoj Milo, është koha që të ndejmë rrobat. Patjetër, mami, dielli është shumë i nxehtë sot, kështu që rrobat do thahen më shpejt. Mami, shiko atje. Diçka po lëviz të shkurët. Shkojmë të hedhim një sy, por të luta mos bëj zhurmë. Hey, një mace. Është një mace mamaj që po fshihet, sepse do të lindë së shpejti. Vërtet? Hey, nuk duket shumë e kënaqur. Kjo ndodh ndoshta se është shqetësuar. Po ti, mami, a ishe shqetësuar kur unë isha në barkun ton? Ishe shumë e shqetësuar, por edhe shumë e lumtur. Përshëndetje, Vanessa. Përshëndetje, George. A kemi ndonjë të re? Në të vërtet kemi të reja. Ne do të kemi një djalë. Ky që nga një lajm shumë i mirë, si do t'ja bini emrin? Mbase mund ta quajmë Peter. Ose Milo. Ju doni të më quani Peter? Peter është një emër shumë i bukur. Hey, ju atje, çfarë po bëni të dy? Shiko këtu, babi. Pa të shohim çfarë keni gjetur. Që nga një mami mace që do të lindë së shpejti kotele. Po, ne sapo e gjetëm. Duket vërtet shumë e trembur. E di, ajo po fshihet në shkure në mënyrë që t'i lindë qetë kotelet e saj. Bëj mirë që ta lëm vetëm, Milo. Po ti, mami? A u shet ditën që më solle mua në jetë? Jo, Milo. Ditën që linde ti, unë e çova mamin tënë në spital. Pastaj do la unë? Jo, Milo, jo me një herë. U deshën disa orë. Babi ishte atje, më mbante për dore dhe më ndihmoi shumë në lindje dhe më kujtonte që të merrja frym. Pastaj doktori të tërhoqi me kujdes dhe të nxori jashtë barkut të mamit. Doktori të vuri në krahët e mi në mënyrë që unë të shikoja. Babai yt dhe unë ishim kaq të lumtur dhe shumë krenar që të takuam më në fund. Që nga ajo ditë, ne kemi një djalë me emrin Milo që e duam fort. Në rregull, hajdeni ju të dy, është koha e darkës. Do shihemi shpejt, mami mace. Do të vi prapë për të kontrolluar. Mami, mendo se mace i ka lindur fëmijët e saj? Do ta marrim vesh nesër. Do t'i çojmë edhe një buqet me lule tek vendi i saj. Përse? Ndoshta kjo duhet ta bëj të ndihet më mirë? Tamam ashtu. E çuditshme, sa shumë i ngjan ai fëmijë i Georgjit kur ishte i vogël. Ai ka të njëjtën buzëqeshje si Vanessa ime. Na dëgjoni mua, Milo buzëqesh si ëma dhe i ka veshët tamam si ati. Me si pres që të shkojmë të peshkojmë së bashku. Ky sport do t'i pëlqej. Në fillim le t'i japim pak kohë që të rritet. Pa shikojeni, e zuri qume. Të gjithu gëzuan që ti hyre një jetën tonë, zemra ime. Natën e mirë dhe gjumë të ëmbël, zemra ime. Bebet e saj duken tamam si minj. Po kjo është normale, Milo. Bebet shpesh duken shumë ndryshe në momentin që mamaja i lind. Vërtet? Mendoj si tani është koha që t'i japim tufën me lule. A mund t'i përkëdhel kotelet? Mund të përkëdhelësh maman, por nuk duhet i prekësh bebet e saj. Në rregull. Mirë se erdhët në jetë kotele. Në rregull. Tani po ju lë të pushoni pak. Ju pafshim. Mendoj se asaj pëlqen shumë lulet që i dhurova.
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Sa ditë e bukur është, apo jo, ma? Po, zemra ime, koha është shumë e bukur. E po, përderisa është kohë e bukur, unë do të dal jashtë dhe do të luaj. Milo, mos duhet të bësh diçka përpara se të dalësh? E po, ma mundja se jo. Nuk duhet të lahesh përpara se të vishesh? Të lahem? Mirë. Milo, përse nuk vjen të lash ndërkohë që unë po rruhem? E shikon tani, Milo? Dëgjoje babajnë tënd. Në rregull, leja tani Milo, po shkoj të mbush vaskën. Po vi tani. Çfarë po bën ai? Rësaku i prej gome. Po të vë këtu? Dhe çfarë më duhet të bëj tjetër? Hë? Jam duke ardhur, babi. Jo, kjo nuk di të notoj. Po, kjo është shkëlqyer. Përse po vonohet kaq shumë ai djalë? Me siguri që e ka marrë shtruar. Hë? Çfarë? Hiqe maskën, Milo! Nuk mund të kuptoj asnjë fjalë. Unë doja të qija lodrat e mia të plazhit. E po mirë, por ti duhet lahesh mirë dhe t'jesh i pastër. Në rregull, babi. Por a mund të luaj pak në fillim? Mundem? Dakor, por derisa unë të kem mbaruar sëruari. Faleminderit, babi. Wow! Ti dukesh tamam si kapiteni Mjekërbardh. Ky është emri im. Ja ku po vjen kapiteni Mjekërbardh, që po përpiqet të ka balenën, por ai kridhet në det. Dhe i largohen nga aty. Uha, marinar! Kujdes! Erdhi koha që të fillosh të lahesh. Mirë, babi, unë do të lahem. Mbarova, babi. Jam komplet i pastër. Tani po vjen një stuje e madhe. Prit, Milo! Çfarë? Harove të lash këmbët, Milo. Po, e është e vërtet. Këmbët e mia? Dhe kraharorin tënd. Dhe kraharorin tim? Dhe veshët, mos haro. Dhe veshët e mi, mos harro. Në rregull. Le të shplahemi tani. Që nga ruajtër shumë mirë, babi. Je kaq i butë. Babi, kur do më rritet dhe mua mjekra? Pikërisht tani. Jo si kjo, babi. Dua një mjekër të vërtet. Duro dhe pak, Milo. Ti do të kesh mjekër kur të rritesh. Dhe unë do të dhuroj makinën e parë të rojes. Po! Shumë faleminderit, babi. Hajde tani, erdhi koha për të dalë që aty. Jo kaq fort, babi. Ja, tani jam gati. A mund të më japësh pa nga kjo, babi? Të lutem. Mirë, mere. Faleminderit. S'ka përse. Ka një aromë kësht të mirë. Vërtet që këtu ka njerë shumë të mirë. Jam unë, mami. Preki faqet e mia. Unë e kam ruajtur fytyrën tamam si babi. Janë shumë të lëmuara. Madje më të buta se të babit.
to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Është koha e pushimit, fëmijë. Dilni dhe luani jashtë. Kam një vendim, Judita. Shkojmë të shohim Pik-Pikun. Pik-Pik! Pik-Pik, ku je futur? Pik-Pik, Pik-Pik, Pik-Pik. E çuditshme, zakonisht ai vjen kur e thërrasun. Juhu, Pik-Pik. Hë? Hë? Hey, hey, ja ku është Judita? Po ku është ai? Shiko këtu poshtë. Oh, po! Çfarë është duke bërë? Duket sikur po fle. Por nuk është koha për të fjetur. E çfarë po ndodh? Mirë, fëmijë. Më thoni ç'po ndodh këtu? Mësues se Pik-Piku nuk po lëviz fare. Vërtet? Pik-Pik. Më vjen keq, po duhet i jap lajme të këqija, fëmijë. Pik-Piku nuk do të zgjohet më dhe nuk do të hajë më asnjëherë. Po atë çfarë do të bëj ai? Nuk do të bëj më asgjë. Pik-Piku ka vdekur. Po nesër përsëri i vdekur do të jetë? Po, Judita, kur dikush vdes, vdes për gjithmonë, voglusha. I shkreti Pik-Pik. Po pse duhet të vdesin të gjithë? E po njerëzit vdesin sepse jetojnë. Kështu e ka jeta. Njerëzit lindin, rriten dhe pastaj vdesin. Tani ne mund ta varrosim atë, nëse doni. Ta varrosim atë? Në rregull. Jam të mirë, i rishi im. Çfarë ke kështu, Milo? Unë dua që Pik-Piku të kthehet. Po kjo është e pamundur, shpirti im. Pik-Piku nuk do të kthehet më, por ai do të jetë gjithmonë në zemrën tënde dhe në kujtimet e tua. Po sigur unë ta harroj. Në qoftë se ti do, ne mund të bëjmë diçka në mënyrë që të mos e harrojmë. Çfarë mund të bëjmë, papi? Unë kam një ide. Ne mund të bëjmë një album fare të vogël me vizatime për të kujtuar Pik-Pikun. Oh, vërtet, shkëlqyeshëm. Dhe unë do të bëj një dosje të bukur në mënyrë që ti mbash të gjitha vizatimet e tua. Oh, faleminderit, mami. Ku ne donim që të kapni insektet, Pik-Piku ishte gjithmonë i pari. Oho, ai ishte si një raketë e vërtet. Po, dhe një ditë Maca donte që ti merrte erë, por ai u mblodh si një lëmsh. Tamam si një jastëk me gjilpëra. Po! Atje në shëtisim e to. Dhe ja ku është në koshin e ti. Aty është në karrocën që Jojo bëri për të. Dhe ky është kujtimi im më i preferuar. Pik-Piku nuk donte të vinte këmbët e tij në të borë. Të lumt, Milo. Ke bërë vizatime shumë të bukura për Pik-Pikun. Mami, a mund t'i marr vizatimet me vete nesër? Natyrisht që mundesh, i dashur. Dhe jam e sigurt që mësuesja jote do të gëzohet shumë. Qetësohuni, fëmijë. Të lumt, Milo. Tani, përse nuk bëni të gjithë nga një vizatim të Pik-Piku si detyrë klase? Do të më marrë malli shumë për Pik-Piku. Po, vërtet. Por a e di një gjë, Judita? Ai nuk është dukur me të vërtet, sepse ne mund ta sillim përsëri mes nesh. Po, them se ke të drejtë, Milo.